Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, gati tenis super sfida e Superligës së basketbollit shqiptar për meshkuj Vllaznia pret Beslidhjen, një derbi verior që në fakt prej vitesh kemi përjetuar derbin e futbollit Vllaznia Beslidhja, por vitet e fundit tashmë në skenë është Vllaznia Beslidhja në basketboll për meshkuj dhe kjo fal ekipit Lezhjan Beslidhja, i cili është bërë një super fuqi e basketbollit shqiptar, kampion e Shqipërisë dhe kryesuese e klasifikimit. Luhet ndeshja e dytë e fazës play-off, e para ka përfunduar 78 në 65 për ekipin Lezhjan. Ta kemi luajtur në kryeqytet. Sot është sfida e dytë. Gjyqtarët e ndeshjes Edison Gjoni, Gilbert Hoxha dhe Anibal Ugadi të startojnë dhe ka nisur ndeshja. Topi në vjen anësore për ekipin Lezhjan Beslidhja. Është një atmosferë me të vërtetë shumë sportive dhe emocionuese në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Veriu sport si gjithmonë për vitet e fundit ju përcjell drejt për drejt nga Qazim Dervishi dhe 3 pikë i parë për skuadrën lezhjane. Ishte Bernard që ka shënuar për ekipin Lezhjan. Vllaznia 0, Beslidhja 3. Sulmi për Vllaznin. Walton rrethohet nga 3 fanelat e Beslidhjes. Pastaj është Tuke, ka shënuar 2 pikë për Vllaznin dhe 3 për Beslidhjen. Luhet minuta parë ndeshjes. Sulmi për ekipin Lezhjan, përsëri ai që shënoi 3 pikën e parë shënon përsëri. 2-3 pikë radhazi nga numri 0 i formacionit Lezhjan, Felton Bernard. 2 Vllaznia, 6 Beslidhja. Përsëri topi për Beslidhjen. E ka nisur mjaft mirë skuadra lezhjane. Hysa ka humbur kontrollin e topit dhe nis aksioni i Vllaznis. Memçaj ka tentuar për 3 pikë, nuk e arrin qëllimit. Mbetet në fuqi, rezultati 2-6 për ekipin Lezhjan. Bernard për skuadrën lezhjane. Hamati, një ish basketbollist i Vllaznisë të vite, ka fituar gabim personal në favor të ekipit e tij Lezhjan. Do të jenë 2 gjujtë të lira për Julen Hamatin. Ndrim tek Vllaznia në lojë, Rajt largohet Gjeçaj, veton Gjeçaj, djali i ish basketbollistit dhe ish trajnerit e minjor të Vllaznisë, që sot drejton bashkimin e Prizrenit në kampionatin e Superligës kosovare. Hamati gjujtja parë e lirë. Ka gabuar. Edhe një mundësi për Hamatin. Gabon unë të dytën, Walton zaton topin tabel. Pastaj nis Arnold këtë aksion të Vllaznisë. Kujtojmë që në lojë nuk është kapiteni Redi Rakaj për arsye dëmtimi. Sulmi për Vllaznin, Walton, Mauricio Walton në tabel. Topi për ekipin e Vllaznisë. Luhet minuta 2 e super sfidës Vllaznia Beslidhja. 2 Vllaznia, 6 Beslidhja.
Sfida e dytë gjysmë finale e fazës play-off. Topi përsëri për Vllaznin. Memçaj për 3 pikë, nuk i shënon dhe nis aksioni i skuadrës lezhiane. Bernard hysa për 3 pikë. Ka gabuar. Topi zotrohet nga Vllaznia. Walton. Arnold. Tucker. Walton në të momentet e përton në zonë, kërkon 2 pikë, nuk i shënon përsëri Vllaznia, ka topin me rajt, gjuan për 2 pikë dhe i gabon. Shumë gabime në këtë nisje të ndeshjes për Vllaznin. Nuk ka kosh që thekson gjyqtaria në këtë depërtim, por si do qoftë, Bestida ka të drejtën e 2 lutjeve të lira. Është Tiger Karic. Bestida në avantazh në këtë nisje të takimit, 2-7, luhet minuta 3, aksioni për Vllaznin. Arnold. Tucker. Dhe ka shënuar një 3 pikësh shpesdhënës, jo është 2, nuk është 3. Nuk ka qenë të këdia gjujtëve të 3 pikëshit, por kjo është 3. Kjo është kosh 3 pikësh i Beslidhjes. 4 Vllaznia, 10 Beslidhja, luhet minuta 4 e ndeshjes Vllaznia Beslidhja, takimi i dytë i fazës play-off. Walton për 3 pikë, nuk shënon. Hysa kërkon diçka Memçaj atje nga gjyqtari, por nuk është ati mendimi. Hamati për 2 pikë, i ka shënuar entuziazmohet e Stoli Lezhjan. Vetëm 4 minuta loj dhe në avantazh 4-12. 8 plus është skuadra lezhjane, shënon Maurice Walton. 6-12. Hysa. Hamati. Bernard për 3. Nuk e ka precizionin e gjujtjeve të para, ku shënoi 2 herë Ravazi për 3 pikë. Dhe tashmë është Ravaznis. Është Walton. Ka shënuar dhe ka marrë gabim personal. Elektrizuese atmosfera në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. 8 Vllaznia 12. Apo Beslidhja dhe shkon në 9, kjo pasaj piket e Walton. Aksioni për Beslidhjen. Hysa. Ja bërë Beslidhja, topi për Vllaznin, mundësi që të shkurtohet diferenca. Rajt, nuk shënon Vllaznia, por ka përsëri topin. E pa falshme për Vllaznin, 3 tentativa, doli huq, emocionet janë të shumta. Një ndeshje që po ndiqet drejt përse drejti edhe nga kreu i Federatës Shqiptare të basketbollit, Avni Ponari, në gjithë stafin e tij të Federatës, është në tribunën VIP. Hysa. Bernard. Reagon Vllaznia, reagon Walton, reagon publiku, reagon dyshja e trajnerëve e një Vllazani Roni Xheçaj për këtë gabim personal
të akorduar nga gjyqtarët protestojnë nga kampi i Vllaznis, nuk janë dakord me akordimin e këtij faulli. është ndeshkuar me gabim teknik trajneri Vllaznis për protestat e tij. Vllaznia ishte as pak dakord për atë gabim personal të akorduar në dëm të Vllaznis. Ka shënuar Bernard. Ndrim tek Beslida në lojë Angel, largohet Hysa. Bernard gjujtë aty të lirë. Nuk ka shënuar. Gati, kapiteni Vllaznis. Marin Shestani të jetë në lojë në këto momente. Do të jemi ndrim. Bernard. Ka shënuar 14 Beslidhja, 9 Vllaznia ndrim, largohet tukën në lojë Shestani. Është ndezur disi herët, madje jo ndezur, por është tensionuar situata në fushën e lojës pas atij reagimit të kampit kuqe blu për protesta ndaj arbitrit nga akordimin e një faulli në dëm të Maurice Walton. Aksioni për Beslidhjen. Hamati ka shënuar Bernard, rritet diferenca e Beslidhjes. 9-16. Përstri topi për ekipin Lezhjan. Tekniku Afrim Bilali duket i entuziazmuar nga ky fillim shpërthyes i skuadrës së tij. Ish basketbollisti i minjor shkodran që sot drejton Beslidhjen, Afrim Bilali. Në krahun tjetër ka kolegun Eni Llazani. Vllaznia në të momente po luan me Shestanin, kapiteni i skuadrës është Arnold, Walton, Wright dhe Memçaj. Shestani, Walton për 3 pikë, nuk shuhet për precizion në distancë. Walton, po është një lojtar tabele, ka qëndre, tjetër personal i akorduar në favor të ekipit të Beslidhjes. Ndeshjen e sotme po e ndjekin 2 tifozërit përkatëse. Tifozeria Kuqi Blu Vllaznis, vendase dhe ato të ardhur nga Kryq, nga Lezhë. Është një grup tifozës lezhjan i konsiderueshëm që mbështet ekipin e Beslidhjes. Sërion Hamati 9-17. Memçaj, Ardol, Shestani, Memçaj për 3. I ka shënuar mrekullisht Eljan Memçaj. 12-7. Rezultati kur luhet perioda e parë. Kur luhet perioda e parë. Edhe 3 minuta dhe 24 sekonda nga mbyllja e periudhës së parë. 12-17 për ekipin e Beslidhjes. Ka shënuar
Beslidhen në këtë luajtje të lirë. Shënon përsëri. Mrim tek Vllaznia, largohet Memçaj. Në lojë Tuker. Walton. Shestani. Tuker për Walton. Gabim personal në favor të Vllaznis. Tuker. Right. Walton të përton vet, ka humbur kontrollin e topit. Hysa për Beslidhjen. Right. Të përton ka fituar gabim personal. Ndërrim tek Beslidhja. Garazdani në lojë. Largohet numri 4 Tuker. Walton Wikis i Beslidhjes. Tuker për Vllaznin. Walton. Arnold. Shestani për 3. Nuk shënon. Luhet minuta 8. Vllaznia 12, Beslidhja 19. Hysa. Kanë gabuar. Ishte Prodani. Gabon Beslidhja. Gabim personal në favor të ekipit Lezhjan. 12 Vllaznia, 19 Beslidhja. Prodani për 3, gabon. Shestani dëvërton vet. Ka shënuar piket janë të vlefshme. Ka dhe një gjutje të lirë. Është ngushtuar në 5 pikë diferenca në favorin e Beslidhjes në lojë Bernard. Ndoshta ndër më të mirët për ekipin Lezhjan deri në këto minuta. Ka shkëlqyer me 2-3 pikë rradhazi në startin e takimit. Shënon Shestani edhe 1 pikë. Bernard. Hamati. Shënon 3 pikë ekipi Lezhjan. Është i sukses në precizonin nga distanca. Walton. Kanë shkaktuar faul në dëm të Mauricio Walton. Vllaznia 22 Beslidhja edhe 1 minutë e 15 sekonda nga fundi i periudhës parë. Luhet gjysmë finalja e dytë e fazës play-off.
E para është fituar nga ekipi Lezhjan me shifrat 78-65. Ta kemi luajtur në kryeqytet. Hamati gabon me këtë 3 pikësh që tentoi Beslidhja, aksioni për Vllaznin, Shestani vet individual, Tuker për 2 pikë, gabon. Bernard Hamati, sulmi për ekipin e Beslidhjes. Gabim personal në favor të ekipit Lezhjan, i cili po e kontrollon këtë periudhë të parë. Hamati, një nga shtyllët e skuadrës e Beslidhjes. Shënon. Dhe një mundësi për Hamatin. Luhet minuta e fundit për periodën e parë, shënon dhe në të dytën Hamati. 15-24, 9 plus është Beslidhja. Shestani. Arnold. Shestani tenton me për 3, nuk i shënon. Edhe 3 sekonda. Edhe 3 sekonda ka mbyllja e periudhës parë. Sulmi për Vllaznin. Dhe përfundon periudha e parë 15-24 në favor të ekipit të Lezhjan Beslidhja. Gati të nis periudha e dytë e Super Sfidës Vllaznia Beslidhja, takimi i dytë për fazën play-off. Takimi i parë luajtur në kryeqytet është fituar nga Beslidhja 78-65. Vllaznia në protokollin e saj për këtë ndeshje ka këtë përbërje është Angelin Guri, Saad Kobliku, Alondo Arnold, Michael Tuker, Edon Kuçi, Mikael Rahajt. Për vijuar me Bujar Tafa, Veton Gjeçaj, Samuel Bashdari, Robert Shestani, kapiteni i skuadrës, Elian Memçaj dhe Marice Walton. Taner ekipit Lezhjan, ekipit Shkodran është Enni Dhazani dhe 2 kolegët e tij, Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani. Për 3 pikë Angeli Beslidhjes gabon. Në këtë minutë e parë është kushtuar rezultati 17 Vllaznia, 24 Beslidhja. Bernard. Kanë gabuar Lezhjanët. Topi është për to. Ka marrë Vllaznia dhe nisë aksion të shpejt. Arnold. Menon me Walton. Gabim profesional në favor të Vllaznis. Ekipi Lezhjan ka këtë përbërje në protokoll është Feton Bernard, Marvin Prodani, Joshua Angel, Walton Wikis, Rivis Dion, Vincent Grazdani, Zander Boes, Julian Hamati, kapiteni i skuadrës, Gjersido Hajdari, Leon Alimani, Eldi Hysa dhe Marcelus Tiger. Trajneri i ekipit Lezhjan është Shkodrani. Afrim Bilali. Kolegët e tij në pankinë janë Kliton Pasha dhe Bruno Hoxha.
Takimi po gjykohet nga i tresh arbitrës me Edison Gjoni, Gilbert Hoxha dhe Ani Badhiu. Luhet minuta e dytë për periodin e dytë. Sa po shënon Hamati pikin 26 për Besdjidhën ndaj 17 të Vllaznis, e cila ka topin e zotrim. Në këtë moment Vllaznia po luan me kapitenin Robert Çestani, me përdhuar me Walton, Tucker, Arnold dhe Tucker, Walton ka bërë më të mirën e mundshme, ka dëbërtuar, ka shënuar, ko që është i vlefshëm, ka edhe një gjytje të lirë në dispozicion. 19 Vllaznia, 26 ekipi i Besdjidhjes. Ndërim tek Vllaznia, largohet Tucker në lojë të Gjetsaj. Një super duel të nderuar shikues, se po e ndiqni drejt përse drejti nga pallati i sportit Çazim Dervishi i Shkodrës, përmes transmetimit të portalit ton Veriu Sport. Walton shënon dhe me këtë gjujtje të lirë 20-26. Prodani, gabim personal në favor të ekipit Lezhjan, e shkaktoi Shestani, e pranoi vet kapiteni i Vllaznis. Prodani për nga vija nësore për Besdjidhjen. Angel bon Besdjidhja, topi për Vllaznin, tjetër mundësi nëse shënon për të shkurtuar diferencën e dizavantazhit, dhe ka shënuar një super kosh. Një super kosh ka shënuar Arnold. 22 Vllaznia, 26 Besdjidhja. Luhet minuta 3 për periodin e dytë. Shënon Hamati. Ka rëmbyer Vllaznia këtë top dhe shënon me Tucker. 4 me 28 rezultati në favor të Besdjidhjes. Prodani, sulmi për Besdjidhjen, nuk shënon. Walton, Arnold, Tre Vllaznia ka fituar gabim personal. Ndrim tek Besdjidhja, largohet Hamati dhe Rydhës. Tucker ka të drejtin e 2 gjujtjeve të lira. Shënëmët e pare, 25 me 28, ngushtohet në 3 plus për Besdjidhjen rezultati, kur ishte dhe në 10 pik plus. Shënon përsëri 26 me 28, vetëm 2 pik diferencë është ekipi Lezhjan Besdjidhja, se ka aksionin në zotrim. Topi për Vllaznin ka kaluar gjysmën e fushës dhe tashmë është mundësia që skuadra shkodrane, nëse realizon 2 pike, barazon rezultatin,
Nëse do të ketë 3 pikësh, merr avantazhin. Të shikojmë çfarë do të ndodhë. Gjecaj, Walton, Arnold. Se përton vetë, Gjecaj, Memçaj. Për 3, nuk shënon. Vllaznia shpërdoron mundësinë për të marrë avantazhin. Sulmi për Beslidhjen e ka humbur kontrollin e topit. Përfundon pushimi i kërkuar nga trajneri i ekipit e Beslidhjes Afrim Bilali. Lut minuta e 5 të periudhës së dytë, rezultati është 26 Vllaznia, 28 Beslidhja. Presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Arni Bonari në tribunën VIP të Pallatit të Sportit Çazim Dervishi po e ndjek me gjithë stafin e tij. Këtë gjysmë finale shumë interesante të derbi verior, Vllaznia Beslidhja. Angel i shpejt kjo aksion ka shënuar dhe ka marrë gabim personal. Ekipi Lezhjan nuk e lejon Vllaznin të barazojë rezultatin, tashmë e thellon, e çon në 4 pikë diferencë dhe ka mundësinë ta çojë në 5. Ekipi Lezhjan po e kontrollon takimin që nga minuta e parë dhe në periudhën e dytë gabon Vllaznia, topi përsëri për ekipin Lezhjan. Gabim personal në favor të ekipit Beslidhjes. Topi në vija mësore është Marvin Prodani. Largohet Memçaj. Në lojë është Right. Për të Beslidhja gabon, por kori John Angel rritet diferenca. Vjen qetësia në kampin Lezhjan, kur Vllaznia ishte fare pranë barazimit të rezultatit. Walton shënon 3 pikë që nuk i ka shumë për zakon të shënoj nga distanca. 28 Vllaznia, 32 Beslidhja. Prodani, sulmi për Beslidhjen. Nuk ka shënuar, zotron topin e Walton. Arnold. Lut minuta 6 për periudhën e dytë. 4 plus Beslidhja në avantazh. Sestani luan për 2. Nuk shënon. Topi për Vllaznin në këtë shumë të shpejtë, Tuker. Walton. Sestani. Walton për 3. Jashtëzakonshëm. Maurizio Walton merr përgëzimet e tifozërisë. 31 Vllaznia, 32 Beslidhja. Rezultati më i ngushtë i takimit, gjithë në favor Beslidhja, por vetëm 1 pikë plus. Shikoni çfarë emocionesh përjetojnë të dy tifozërit.
Ajo Shkodrane dhe ajo Lezhjane e ardhur enkas nga Lezhë për të ndjekur ekipin e Zemrës Bezdidhja. Një derbi verior. Dhe ka shënuar ekipi i Bezdidhjes që shoqohet në këtë ndeshje dhe nga prefekti qarkut e Lezhës, një nga tifozët e hershëm të sportit lezhjan. 31 Vllaznia, 32 Bezdidhja. Momenti ideal për skuadrën kuqe blu të barazojë dhe të marrë avantazhin, nëse Arnold do të jetë i saktë nga gjujtjet e lira. Të shikojmë gjujtja parë e lirë. Barazohet rezultati. 32 Vllaznia, 32 Bezdidhja. Arnold, nëse është i saktë, ka mundësinë të dhurojë Vllaznisë avantazhin. Arnold shënon Vllaznia në avantazh. 33 me 32. Aksioni për Bezdidhjen, Bernard mbulohet nga Arnold, një luftë dyshe. Ka shënuar, i është mbangur mulimit të Arnold të Vllaznisë. Në rrim tek Bezdidhja, tekniku Afrim Bilali reaktivizon kapitenin Julen Amati. Largohet Bues. Bezdidhja rimer avantazhin 33 me 34. Vetëm pak sekonda e shijuan Shkodranet avantazhit, sepse Bezdidhja menjëherë rimori avantazhin. Sulmi për Vllaznin. Gjeçaj, Shestani. Gjeçaj depërton vetë në tabelë, është blokuar. Dhe shënon Bezdidhja loja shumë e shpejt. Shestani. 33 me 36 për Bezdidhjen. Shestani. Depërton drejt koshit, për ndalet me faul. Edhe 2 minuta dhe 33 sekonda nga mbyllja e periodës së dytë të super sfidës së basketbollit shqiptar për meshkuj. Gjysmëfinalja e dytë e fazës play-off. E para fituar nga Bezdidhja, luajtur në Kryeqytet 78-65. Shestani saktë e gjutën e parë të lirë. 34 me 36 në favor të Bezdidhjes. Edhe një mundësi për Shestanin, që nuk e shënon. Ka përshëllim të arbitrit, por ka dhe reagim të publikut. Një super atmosferë të nderuar shikues. Kam kënaqësinë që kam këtu pranë edhe kolegun tim të nderuar nga Lezhë, Agustin Marini, ai që përcjell çdo event të qytetit të Lezhës, jo vetëm sportiv, por të gjitha fushave. Ka udhëtuar nga Lezhë për ta përcjell të ndeshje interesante së bashku me kampin lezhjan. Është në pavatin e sportit Çaçi Dervishi. Sta me herët është edhe prefekti i qarkut të Lezhës, zoti Malshi, që e ndjek nga tribuna VIP të ndeshje. Kemi konstatuar në ndeshjet e kaluara që edhe kryebashkiaku Pierindreu ndjek ekipin dhe ka shënuar Shestani. Robert Shestani, 37 me 38. Sërish një Vllaznia e ndez atmosferën.
me këtë 3 pikë spektakolar të Robert Shestani. Edhe 2 minuta nga fundi i periodës së dytë, topi për Vllaznin dhe kjo është momenti. Ky është momenti i Vllaznis, nëse shënon merr avantazhin, kërkon 3. Nuk i shënon Maurizio Walton. Rradha është për Beslidhjen. Hysa për 3 dhe spektakolar. Spektakolar hysa i Beslidhjes. Eldi Hysa e rrit avantazhin sërish në +4 për Beslidhjen. Përshëndim në favor të Beslidhjes. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Beslidhjes Afrim Bilali. Një pushim i dytë në këtë periudhë sërish nga tekniku Afrim Bilali, në fakt e kërkoi pushimin. Në fakt e kërkoi pushimin me herët e tekniku Afrim Bilali por pas kërkesës së pushimit ai pati shënimin e disa pikëve dhe tashmë rezultati është Vllaznia 37, Beslidhja 41, sulmi për ekipin Lexhan. Beslidhja në tabel ka gabuar sulmin e ekipit Lexhan, topi për Vllaznin. Gabon në Tuker në pasim, Hysa i vetëm. Dhurën spektakel. Hysa në këtë depërtim. Rrit avantazhin. Edhe 27 sekonda nga mbyllja e periudhës së dytë. Beslidhja +6. Tuker, që mund të jetë sulmi i fundit për këtë periudhë. Nuk shënon Vllaznia, por mund ta shfrytëzojë tashmë Beslidhja. Bernard, edhe 9 sekonda. Edhe 5 kërkon në limit. Angel Gjuan për 3. Nuk shënon dhe mbyllet. Mbyllet perioda dytë, mbyllet e pjesa parë. Vllaznia 37, Beslidhja 43. Një avantazh i merituar për skuadrën Lexhane, të drejtuar nga trajneri Shkodran që drejton Beslidhjen Afrim Bilali.